4 vjet nuk I kam pa fëmijët, nuk janë parë. Më kanë thonë se fëmijët tuaj janë duke u torturuar keq, I kanë dhënuar, kanë kaluar në bagazh të makinës nga Marini deri aty ku I ka shkuar. Unë e kam pa fëmijën se sa I trembur ishte. Që unë të punoj si qeni, domethënë në Greqi. Ajo t'japet dikujt tjetër ato djersën time, ai bashkëtuesi. Ai është shumë I njohur për policinë e shtetit. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim, unë do hap dritaren për një baba të ri në moshë. Ai quhet Festim Lushi dhe fatkeqësisht ka 4 vite që nuk ka asnjë lloj kontakti me 2 fëmijët e tij të mitur, pasi doli nga burgu. Ish gruaja me 2 fëmijët u largua me partnerin e saj të ri drejt Francës dhe sot pengon këtë baba që të ketë kontakte. Por çfarë ka ndodhur mes çiftit në atë kohë kur kanë qenë të martuar ligjërisht? Unë hap dritaren dhe ftoj zotin Festim për ta dëgjuar këtë rrëfim. Festim, përshëndetje. Përshëndetje. Si ke qenë? Mirë, si jeti? Më dërgove një mesazh përpara disa ditëve. Po. Dhe me sa kuptova, ke probleme. Po. Konkretisht, mund të më tregosh kush është problemi aktual, Festim? Problemi se unë kam gjetë adresën e fëmijëve dhe ku ndodhen edhe në çfarë zone edhe me lokacione të gjitha. Edhe kam shku te Interpol në Tiranë, kam shku me lokacione të gjitha, me foto të fëmijëve, me gjitha që I kam marrë nga atje që më kanë nisë një kosovar. Edhe pastaj ato ka kontaktu me psikologë atje në Francë, që kanë shku psikologët në fëmijës. Fëmijët me që më kanë thonë, se tash I vetë s'kam qenë atje, po me që më kanë thonë ato donohen edhe nga bashkëjetuesi, edhe nga jama. Edhe I ka moj me buk një kosovar që jetë buk. Në shkollë I kanë dalu, në shkollë nuk I kanë shu. Pra, ish gruaja juaj, së bashku me fëmijët, është larguar sa kohë u bë që nuk I ke takuar fëmijët, që s'ke kontakte? Po bëm gati 4 vjet. 4 vite, dhe ndodhe në Francë? Po. Çfarë vendi në Francë? Me një zonë, nuk e di si kam me lokacione gjitha në telefon, po. Por si arritet ta zbuloje ti vendi që ajo jetonte në Francë dhe ka dhe një bashkëtues, se po më thuaj një shtetas kosovar, do si u takove dhe ta tregoj këtë informacion? Jo. Se është e rëndë. Nuk jam taku me ta, unë kam folë në për rrjetet sociale, është shprej atje, domethënë se si e kam bë burrit. Ish burri, domethënë për mua, si ma ka bën mua këtë gjë, është shprej atje, ai kosovari, domethënë I ka ardhur keq, dhe ku më ka gjetë emër mbi emër, domethënë, pastaj më ka treguar gjitha nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju po më tregoni që ish gruaja është shprehur atje në azil mes shqiptarëve në Francë që si është larguar dhe çfarë I ka bërë burri dhe ky shqiptari të ka gjetur ty dhe të ka treguar. Po. Mund të më ka thonë edhe emër edhe mbi emër atje dhe në Francë më ka po denoncim gjë që më shkoj për me taku fëmijët ose obligjau, edhe atje ka po kallëzim. Të ka denoncuar për dhunë. Po edhe atje. Por ky shqiptari nga Kosova, I cili të tregoi këtë të vërtet, që nga e vërtet e hidhur, nëse është vërtet, çfarë të tha konkretisht? Mund të ma tregosh bisedën që ke bërë me të? Konkretisht më kanë thonë se fëmijët tuaj, domethënë janë duke u torturuar keq, I kanë dhënuar, I kanë lënë pa bukë, nuk I shkojnë në shkolla, këto gjëra. Ndodhen fiks me gjitha lokacionet, kaq. Sa vjeç janë fëmijët? I madhi ka hyrë për 14. Po. Se I vogli 6. 14 dhe 6 vjeç. 6 a 7. Jam shumë I sigurt. I dashur Festim, unë realisht dua të pyes dhe të më tregosh I sinqert dhe I vërtet. Sepse një nën të dhunoj fëmijët, jo se nuk kemi dëgjuar raste të tilla, kemi dëgjuar plot nëna që kanë dhunuar fëmijët. Por ideja që ish gruaja juaj u largua për një jetë më të mirë dhe u nda nga ty se gjithnjë të akuzonte për dhunë dhe donte të shpëtonte jetën e fëmijëve, unë nuk mendoj që ajo mund t'i kesh trajtoj fëmijët.
është shumë e rëndë nëse ajo në shtetin francez kesh trajton fëmijët dhe mbi të gjitha edhe bashkëtuesi i saj, se i bie që ata fëmijë të merren nga shërbimi social në atë vend dhe t'i humbisni përgjithmonë. Unë kam folur edhe me djalin, domethënë ka një vit e pak me djalin e madh. Përpara një viti ti ke pasur kontakt me djalin e madh, po? Po, një herë se pastaj e kanë bllokuar gjitha rrjetet sociale dhe e kanë thirrë edhe telefonin ato. Unë kam kontaktuar me ta dhe më ka shpreh vetë që është i dhunuar dhe i pa ushqyer e të gjitha. Edhe më ka thonë që edhe kur ka kaluar nëpër dogana, ka kaluar nëpër bagazhin e makinës bashkë me djalin e vogël. Kam kaluar në bagazh të makinës, domethënë nga Marini deri aty ku i ka shkuar. Por pse në pika kufitare ka kontrollohet makina? Si mund t'i ketë kaluar ashtu? Ja, po shteti, si të kontrolloj shteti? Shteti që t'i jap lek sot nuk të kontrollon kush. Por kur djali të sepse fëmijët edhe ajo ato nuk janë të pajisur me pasaportë asnjë. Nga as fëmijët as ajo. Po nëse ajo nuk ka pasaport, nuk del dot nga Shqipëria, është e pamundur. I dashur Festim. Nuk ka ndodhur që ka kaluar. Dhe jam shumë i sigurt që ka kaluar. Po si ka kaluar? Ajo mund t'i kenë nxjerr pasaportat, pa pasaport ku do shkoj? Në sistem tim ajo vetë i tretë me gjithë fëmijët ajo del pa pasaport, e pajisur pa pasaport. Tani më dëgjoj të shpjegoj diçka. Në momenti që del në mënyrë të rregullt nga territori i Shqipërisë, padyshim që në çdo pikë doganore regjistrohesh dhe në sistemin Teams të del që Odeta Dume ka dalë nga territori i Shqipërisë në filan datë, në filan orë nga kjo pikë doganore. Në momentin që ikën në mënyrë ilegale, që do të thotë mund të dalësh nga Kosova, nga një vend tjetër në mënyrë ilegale që nuk regjistrohesh në kufi, nuk të del në sistemi Teams. Por kjo nuk do të thotë që ajo nuk ka pasaport, ajo mund të ketë pasaport, edhe ajo dhe fëmijët, por kanë dalë në mënyrë ilegale nga Shqipëria dhe nuk janë regjistruar në asnjë pikë kufitare, ndaj dhe në sistemi Teams ty të rezulton që nuk kanë dalë nga Shqipëria. Më kupton? Unë të kuptoj shumë mirë, po këtë ka verifikuar policia në sistemin Teams, ajo nuk është e pajisur me pasaport. Edhe unë jam interesuar vetë edhe në gjendjen civile në Kukës, ku e kam në gjendjen civile, nuk ka pajisur me pasaport as vetën as fëmijët. Ti je interesuar dhe në qytet, dhe ajo nuk ka tërhequr pasaport? Jo, absolutisht jo. Po më habit si ka dalë nga Shqipëria, nuk e di. Absolutisht pa pasaport edhe në Marin nuk është e regjistruar se ka një, domethënë, e rregullt, në mënyrë ligjore në doganën as të Marinit, as të Hanit e Lezit, as andaj jo, pas këtej nuk është e regjistruar se ka një. I dashur Festim, ndalemi pak se është shumë e rëndësishme fakti që fëmia ka kërkuar ndihmë dhe të ka treguar se dhunohet, është shumë e rëndë gjithë kjo situatë. Përpara një viti që i bie 2024, ti arriti të kontaktoje me djalin tënd të madh. Në rrjetet sociale, në Facebook, ke folur, ku ke folur? Jo, kam folur në Snapchat. Në Snapchat. Në momentin që ti fole, ishte ai që të shkruaj ti apo e kërkove dhe i gjete ti? Jo, ishte ai që më mori, më shkrujti, më tha babi do të marrë edhe numrin, do të lej edhe numrin në WhatsApp-it. Pastaj e ka thirrë dikush, kam qenë të fol me ta dhe e ka kërcënu, ai bashkëtuesi nuk e di, e kanë kërcënu fill mas një ore, më ka marrë kosovari, ka thonë që e ka thirrë telefonin, se fëmia më tha më do të lënë në numrin e Francës që do flasim bashkë vazhdimisht. I shkruaja ka thirrë djalin, që ishte të fol me mua, ka thirrë djalin, i ka thonë ngjitu lart se do të ta thyj telefonin për kokë. Pse ai fliste me ty? Po, se djali i madh ishte të fol me mua dhe ishte të më kërkon ndihmë se po bëjnë kështu, po bëjnë ashtu, domethënë edhe më tha djali i madh që unë sot për sot nuk kam numër WhatsApp-i, domethënë unë do të blej një numër, tha edhe do ta nisim në Snapchat që të kemi kontakte të vazhdueshme bashkë. Por djali në atë kohë ka qenë 13 vjeç, sot i bie 14 vjeç. Në momentin që tregoi se dhunohej nga nëna, ishte i pa ushqyer, nuk kishte ushqim, pse nuk i the të shkonte në polici të denonconte? I kam thonë, po ka thonë më mbyllin mrena, nuk më lejnë që të dalin nga shtëpia. Edhe imagjinoj edhe në shkollë nuk i ka shu. Edhe me dalë në përparqe ose në për lojra nuk i ka nxjerr. Jam shumë i sigurt sepse
unë e kam pa fëmijën se sa i trembur ishte. Ishte aq i trembur sa ishte duke qajt, duke më thonë, o babi hajde merrem ose afro diku më afër që të shoh. Festim, ti ke 4 vite që nuk i takon dhe nuk e folur me 2 fëmijët e tu, me 2 djemtë e tu, vetëm me njërin prej tyre ke folur vetëm një herë që ka qenë vitin e kaluar, nuk e mundur dot me ish bashkëshorten, si quhet ish bashkëshortja juaj? Rozete. Nuk e mundur dot të flasësh me Rozetën? Absolutisht jo. Unë edhe atë herë në fillim kur kam kërku me fol me tonë se ku i ka qu fëmijët dhe ku në bëdhan fëmijët, asnjëherë mu s'më ka thy blok direkt. Në gjitha rrjetet sociale ose numër, në gjitha kontaktet mund të kam blok. Por dua të pyes, ç'është kjo urrëtie kaq e madhe? Sepse në fund të gjithçkaja ajo është nëna e fëmijëve të tu. Ti ke ndar krevatin me të, ke pasur grua në shtëpi. Miru divorcuat, por pse ajo ka një urrëtie kaq të madhe ndaj teje sa të bllokon në të gjitha rrjetet sociale dhe mbi të gjitha pengon dhe fëmijët, që kjo është e rëndë për Rozetën, për të veprim që bën. Pse kjo urrëtie kaq e madhe? Nuk e di, më e keqja është se po të kishte qenë me vendim gjykate do ishte tjetër gjë, po ajo nuk ka bën as divorc me mua. Ju figuroni ende të martuar? Po. Festim, ke mundur do të shkosh tek njerëzit e familjarët e saj në Shqipëri? Unë kam shku me policie, kam qenë në disa herë, kam shku me policie atje, po ato nuk kanë tentuar asnjëherë që i kam denoncu, as të hapin derën e policisë, as të përgjigjen, as të informojnë policinë, as të fare. Kam shku aty, kanë mbledh derën në kyç, nuk kanë hap derën. Edhe më e keqja, unë i kam denoncu të gjithë ato se kanë pas djeni se ku janë fëmijët e mi, unë i intereson vetëm për fëmijët e mi. I kam denoncu edhe për presionin që më ka bën ai konati, domethënë që ishte në Angli, që ku ka qenë në Angli, e kam denoncu, ja kam bashkangjit me diske me gjitha, personime me zonë, me figurë, me mesazhe me gjitha, ja kam bashkangjit policisë, ka ardhur në Morin, lëviz i lirë, absolutisht, asnjë gjë, them sot. Por i shkunati pse të ka kërcënuar? Ka kërcënuar sepse shkoj, kur kam pas fol, domethënë mbasi kam dalë prej burgu, kam pas fol me konatin e madh dhe ai kishte pa marrë vesh se unë jam të kërku fëmijët e mi edhe që i kam çu policinë ke shtëpia. Duke se s'ka qenë kush aty, ka qenë vetëm i zhvjerë, domethënë i kam çu policinë ke shtëpia, pse më ki çu policinë te shtëpia. E qartë, ti doje të takoje fëmijët dhe ti njoftove me njëherë policinë dhe thjesht fakti që policia shkoi në banesën e tyre, ai të kërcënoi. Ai më ka kërcënuar me mesazhe vazhdimisht, domethënë se s'ka qenë këtu, ai ka qenë në Angli, po më ka kërcënuar me audio dhe me mesazhe. I dashur Festim, më lejon të pyes? Po. Por dua të më tregohesh i sinqert. Po flasim të dy, jemi përballë njëri tjetrit dhe dua të më tregohesh i sinqert. Më the kam bërë burg. Burgun sa muaj e kreve? 8 muaj. 8 muaj. Dhe sigurisht je denoncuar dhe je dënuar për dhunë në familje. Po. Ke ushtruar dhunë? Kam ushtruar dhunë. Tash me thonë drejtën, unë që kam kap aty, se t'informojsh edhe tjetrin, me gjithato se ajo kish pa marrë dhe mbrojtje që ku kam qenë në Greqi, që ku kam qenë në gurbet atje. Edhe kur kam marrë në shtëpi, ajo pastaj nuk e di se ka e kanë marrë vesh, që e kanë marrë vesh, nuk di zhan, unë nuk kam di zhan që kam marrë dhe mbrojtje, unë më shumë i ka fole me vetë se sa. I dashur Festim, burrat shqiptar, një pjesë e burrave shqiptar janë nga natyra të dhunshëm. Këtë gjë dihet dhe unë e faktoj dhe me shumë histori. Ndoshta edhe ti ke gabuar dhe në nerva e sipër, në një konflikt ke ngritur dorën dhe ke dhënuar nënën e fëmijëve. Sepse fakti
që ti je dënuar 8 muaj, është vërtetuar ajo dhunë, dhe ky është gabimi jot më i madh që ke bërë, sepse një grua nuk mund të dhunohet kurrë i dashur Festim. Nëse ajo nuk të do, apo ti nuk e do, apo ajo nuk sillet mirë, apo ajo dhe të tradhton, ka divorc, ka ndarje, nuk ka dhunë, nuk je as ti, as unë, as kushi të ngrej dorën mbi një njeri. Po mirë, pse se boni ndarjen kur ja kërkova disa herë? Disa herë kam qenë të gjykata civile që të bëjmë ndarjen, ajo çoi punën e vet me punën time. Jo, unë nuk i di rrethana dhe do të pyes, por fakti që ti në nënheshtje po e pranon dhunën, është gabimi i madh që s'do ta bësh më kurrë në jetën tënde. Nuk ngrije dora kurrë ndaj një femre dhe mbi të gjitha ndaj nënës së 2 fëmijëve të tu. Ajo është nëna e fëmijëve të tu. Do apo s'do ti, e mirë, e keqe, e urren, e ke dashuruar, ajo do mbetet përjetësisht nëna e 2 fëmijëve të tu. Dhe nëse ti do të mirën e 2 fëmijëve të tu, se për atë po lufton. Për fëmijët e tu po lufton, se unë e di shumë që të ka marrë malli, ndjen mungesën e tyre, por nëse ti do të mirën e tyre, duhet i respektosh nënën. Ata fëmijë, siç duan nënën, duan dhe babain. Ata fëmijë janë të pafajshëm në gjithë historinë e jetës tuaj dhe të Rozetës. Por gabimet e tua apo dhe të Rozetës, sepse nuk po them që janë të gjitha gabimet e tua, kanë sjellë këto pasoja i dashur Festim. Këto pasoja që ti ke 4 vite që nuk u dëgjon zëri i fëmijëve. Nëse ju të dy, ta them me sinqeritet, do ishin ndarë si qytetar, do mirëkuptonit njëri tjetrin, do ndaheshit si njerëz, do kishit takime për hir të fëmijëve, ti sot nuk do ishe me mua. Nuk do ta ndjeje mungesën e fëmijëve, do t'i kishe pranë vetes. Por inatet, xhelozit ju kanë çuar deri në këtë pikë. Ja. Tash problemi ato, se çdo askush dhe asnjë besoj unë, qytetar ose njeri, që unë të punoj si qeni, do me thonë Greqi, të shoj lek në Shqipëri, ajo t'ja japet dikujt tjetër ato djersën time, kjo është e patolërueshme dhe e papranueshme. Ku t'ja dha ajo ato para? Për çfarë shumë e parash bëhesh? Po bashkëtuesit, ku t'ja dha? Mu vetëm çka kam pas në shtëpi, çka kam vënë për gjithë jetën, do me thonë rreth 15.000 euro që i kam vënë brenda në shtëpi, mu mi ka heq deri te fotografia e vllajt rreth me pas që më ka vdekur dhe fotografinë e vllajt ma ka heq prej shtëpie. Pa të gjitha mobilet, të gjitha rrobat, të gjitha çka kam pas edhe argjendaritë e vllajt, çka kam pas çdo gjë, do me thonë mu mi ka heq prej shtëpie e para. Punon mu atje, jep atij tjetrit, bashkëtuesit. Shit gjonat e mia jep bashkëtuesit. Ajo ka pas dashnora nuk dëgjon. Atëherë. Ajo të ka tradhtuar. Për shembull, se unë shoj lek për fëmijët, e le fëmijët pa bukë. Mbyll fëmijët në shec, e ditë. Kjo është pa të lërueshme, këtë nuk besoj se s'ka prind që e pranon. Jo, nëse është kështu është e rëndë. Ajo të ka tradhtuar kur ka qenë me ty. Po, kur ka qenë me mua, unë kam fakte me kamera. Se në atë lagjen ku kam qenë ajo ka kamera. Unë kam të gjithë lagjen aty se më njohin shumë mirë kush kam qenë dhe kush jam, edhe si on veprua ajo, dhe si on sjell ku kam qenë unë ose kush kam qenë aty ku kam qenë gurbet. Janë të gjitha. Pastaj, të ngarkohet malli im që kam punuar tani jetën, e të mbyllë fëmijët në shec, e të dalë. E çoj lek unë, e lë fëmijët pa bukë. E të më dalin fëmijët duke qajt mua, dhe me thonë, kjo, unë nuk e di, vesh edhe më e keqja. Fëmijët nuk janë vesh të asaj as vesh fëmijët, po fëmijët e mi të pas babën gjallë, nuk kanë se hipin në për bagazhet makinave, një. Jo, aty ke të drejtë, aty ke shumë të drejtë, është e dënueshme. Kjo është e dënueshme që një nën i nxjerr fëmijët pa prokurën e babait. Kjo është e dënueshme. Aktin që e bona, u dënova unë, po. Tash ajo, që unë për vete quj, unë nuk e di që mund të bëj fëmijët, mund t'i shese, mund t'i prese, mund t'i shite, sa janë rrëmbim përderisa unë një kafsh, një qenë, nuk mund është ta futish në bagazh makine se ta kalosh në Prodogona edhe ta nxjerrë në shtetit pa pas informacion askush për to. Të merren fëmijët, domethënë, të kalojnë në këtë lloj mënyre gjitha të Prodogona.
në mënyrë më arbitrare, domethënë që se kuptoj as vetë, e pa vadit fatin, se që më ndodhe me ato fëmijë, se përdej sa kalojnë kështu, unë pikë besimi nuk kam, edhe unë po t'jem, po t'i kisha kalu kështu, nuk do besoj të askush se që më të bëjmë unë e fëmijëve mi. I dashu Festim, unë dua të pyes, se ma përmend burgun disa herë që je dënuar. Çfarë ndodhi atë ditë? Që ti u ndalove dhe u arrestove nga policia. Çfarë ndodhi mes teje dhe Rozetës? Erdha në shtëpi, domethënë erdha në shtëpi, gjeta mesazhe Xhana, edhe thash, më shumë, unë pavarësisht se i kam informuar disa herë vëllezërit e saj me gjithë famën e vet, e ama, domethënë i zhvierën, ajo ka ditë shumë mirë. Dhe edhe sot që nuk flas me to, ato e dinin shumë mirë se kush ka qenë fajtori dhe nga kush ka ardhur kjo. Më shumë e ka kritikuar e ama e vet, bashkë me vëllezërin që ka thonë unë s'pyes asnjë, domethënë se çfarë bajon. Unë jam afruar në shtëpi, domethënë s'm ka lënë edhe fëmijët më i përqafu, kam shku në dhomë për të marrë karikusën që erdha nga Greqia, domethënë kisha karikim në telefon. Nuk e di në veç, mund ta përshkruaj se si janë që unë kam shku me marrë karikusën, domethënë me tërheq karikusën, me fu telefon nga ikën. Ashtu pastaj duke përplas derë, duke ashtu pse ke ardhur në shtëpi, ne unë të bëj këtu ta bëj ato, kaq. Pastaj ka informuar tjetrin, domethënë që akthi Festimi në shtëpi, ka ardhur shteti, domethënë u kanë shkuar atje, kaq. Ti arrite të zbuloje mesazhe tradhtie apo janë dyshimet e tua këto? Jo, tradhtie po. Këto mesazhe në të cilat ti zbulove nga celulari i saj, i dashur Festim. Unë një mesazh kam zbuluar, domethënë që ka thonë Festimi o kthye në shtëpi. Dhe sot ajo bashkëton me të njëjtin person që i dërgoi mesazhin? Po, kam edhe videon e personit, kam edhe videon që masi ka dhënë fëmijët ka dalë në përshëndetore në Francë, duke u sjell kthej andej. Kam videon e kam fëmijët që i ka nxjerrë në borë, i kam me video, i kam me foto, i kam gjitha, që më kanë ardhur nga Franca. Por edhe më e keqja, shteti për shembull duhet zbatoj ligjin si për mua, si për çdo kan, si për femën, si për mashkull, ligjin e barabartë. Kur rëmbe fëmijët, ose unë kur shkoj t'i drejtohem shtetit për shembull, se fëmijët e mi ndodhen këto kushte. Pse nuk merr asnjë masë? Kam shku te Interpoli, s'kam çat bajon. Kam shku te komisariati 4, s'kam çat bajon. Kam shku te Ikupsi kështu, kam shku te PES-s, te komisariati PES po, kështu. Kam shku te kufitarja po kështu. Tash ato nuk janë zog pule ato fëmijët e mi. Jo, logjikisht i ke të drejtë, por do të shpjegoj dhe unë për këtë pjesë shumë persona si puna juaj që janë divorcuar dhe ish-gratë e tyre janë larguar me fëmijët jashtë Shqipërisë në vendet e Bashkimit Evropian për të kërkuar azil, sa herë më bëjnë këtë pyetje. Si ka mundësi që shteti nuk na ndihmon? Ne bëjmë denoncimin, kemi një lokacion, kemi një vendodhje ku i kemi fëmijët me ish-gruan apo dhe jetën e re që ka nisur ajo dhe shteti nuk i kthen. Do të shpjegoj unë çfarë ndodh në tilla raste, por i dashur Festim, në momentin që ti u ndalove nga policia, përfundove në burg, dole para gjykatës, u dënove me 8 muaj, çfarë ndodhi me fëmijët e tu? Rozeta me fëmijët jetonte tek shtëpia jote në atë kohë kur ti ishe në burg? U kam qenë, domethënë, dijavë mas i kam rënë mrena, unë ka nejtë në shtëpi. Mas dijavë që kam rënë mrena, është largu nga ajo banesë, ka shku, nuk e di fiks, por çka ka thonë në vetë, në gjykatë, kur ka qenë e pranishme në gjykatë, i ka thonë gjyqtarit sepse unë kam ndru vendbanim, kam ik në Allias. Por në fakt, ku kam shku, domethënë, mas i kam kryer dënimin, edhe kam dalë ditën e nesme, ku kam shku te komisariati numër 4. Policia ka thonë që ne nuk na reziston këj emër dhe kjo qytetare që të banojë në Allias. Unë nuk e di, por që ka thonë gjykatë, ka thonë Allias, por në fakt në Allias nuk ka qenë. Nuk e di ku ka qenë, shkurt. Po do me thonë nga jo shtëpia që kam pas banu unë, ka nejtë vetëm të javë ka qëndru pasi unë kam ra mrena. Por kur ti dole nga burgu, u takove me fëmijët e tu? Apo nuk e gjete kur adresën? Ja, ku kam dalë, kam shku të komisariat nëmër 4, kam shku që të vendjeni policinë, shkoj bashkë me policinë të takoj fëmijët e mi,
të nesme, domethënë, të nesme, sikur kam dalë sot e zonë pasdite, të nesme kam shku te komisariati, kam vënë djeni policin që do shkoj të takoj fëmijët e mi bashkë i pranishëm me policinë. S'kam shku aty, nuk kanë gjetë as të një zhon, fare. Më kemi edhe te komisariati numër 5 jam interesuar, edhe te 4, po më ka nisë një mesazh që unë jam, jo, po, atë ditë që kam dalë, domethënë, më ka telefonuar djali. Edhe më ka thonë babi, unë jam në Itali, të lutëm hajde merrem, duke qajt, kam qenë të shtëpia Gjargjit, kur kam marrë në telefon. Momenti që ti ke dalë nga burgu, ajo është larguar me 2 fëmijët e saj, fëmijët tuaj bashkë, domethënë, është larguar fillimisht në Itali. Po, kështu më ka thonë djalë, domethënë, po edhe ajo nuk kishte qenë e vërtetë që ka qenë largu po atë ditë. Se të nesme në orën 7, domethënë në orën 7:30 të ditë të mëngjesit të nesmen, ka kalu dogonën e Morinit. Kurse mu djali më ka telefonu natën e që e kam dalë. Pra, ti e ke zbuluar nga sistemi TIMS që ajo ka dalë? Po. Pra, ajo ka patur pasaport? Pasaport jo, pasaport nuk ka edhe sot, po ta shoh, po aty... Më habit. Mu më kanë thonë policë kështu, jo se kanë konstatuar diku se ka dalë ligj, më kanë thonë se ky person është larguar nga Morini. Është e jashtëligjshme që një grua me 2 fëmijë pa një prokur të kaloj kufirin, pa patur dhe pasaport, shumë në mënyrë ilegale të dali dhe të thoj dhe polici që po, ka ndodhur kjo gjë, është merë. Më ka thonë kaq gjë, po ka ndodhur se ne nuk i verifikojmë në dogan me Morinit fare, hyrjet nuk i verifikojmë. Daljet për të futur domethënë Kukës i verifikojmë, kurse për të futur në Kosovë jo. Mund ka thënë bujarisht. Por kur bëhet fjalë për 2 fëmijë të mitur, nuk merret asnjë lloj mase, se kështu i bie të ikin gjithë. Marrin fëmijët pa prokura të ikin, kush ka probleme? Ja kam thonë unë si po mirë, okay, një rritur, një i vetëdijshëm, një rritur, një i madh mund të kaloje. Po 2 fëmijët e mitur i thash pa prokur, pa djenin time, pa firmën time, si mund të kaloj? Ne më kanë thonë, ne nuk i bëjmë kontrole fare hyrjen në Kosovë. E kuptoj qartë problemi që ke pasur dhe vazhdon të kesh me ish gruan, por me prindrit e tu, motra, vëllezër, nën, baba, çfarë ke, as ata nuk kanë kontakte me fëmijët? Jo, fare. Por si ka qenë marrëdhënia e ish nuses me prindit e tu? Kur ajo ka jetuar me ju? Unë nuk kam jetuar me prindrit. E qartë, por... Unë kam qenë ndarë me prindrit. Kam jetuar në vete. Prindrit e mi kanë qenë në fshat edhe janë në fshat. Domethënë... Mirë, por ajo është takuar me prindit e tu, se prindit të vinin në shtëpi ty. Shkoj edhe ti në shtëpinë e tyre. Unë dini zon ku kam qenë në Greqi, kam nis babit një 300 euro, i kam thonë me i shoh ke shtëpia. I ka qenë ke shtëpia, nuk i kalon më fut mrena. Por pse? Babin e mamin tim nuk i kalon më fut edhe në shtëpi mrena. Domethënë ka marrë lek në dorë edhe u ka mbyll derën. Këtë jo. Pra ajo ka pasur një marrëdhënie të keqe, le ta quajmë dhe me prindrit e tu. Kohët e fundit, domethënë shumë, domethënë nuk i ka edhe mrena si ka planuar. Por se kuptoj këtë marrëdhënie i dashur Festim, ajo zihesh me ty nuk të hapte telefoni, por të kërkonte lek ti i dërgoje lek për fëmijët, për bukë, për ushqim. Mu telefon s'ma hap, unë normal se unë kisha fëmijët, unë isha i detyruar me bashkë fëmijëve. Dhe më vjen mirë që e mendon këtë gjë. Që ishe i detyruar për fëmijët. Po isha i detyruar se s'mund isha fëmijët e mi pa bukë. Edhe pse i ka keq përdorur ato lekë, se në herë në çdo javë më thotë jo më duhet 300 euro, jo më duhet 500 euro, s'kam bukë fëmijët. Unë gjithmonë shohisha se hajtë se fëmija, mos ngelin fëmija pa bukë, ose mos dalin me marrë borxhe nëpër markete, dyqane. I dashur Festim, marrëdhënies tuaj i ka ardhur fundi. Ti figuron ende me letra i martuar me zonjën Rozeta. Pse nuk i drejtohesh gjykatës të bësh divorcin dhe vendos gjykata pastaj për kujdestarinë atyre fëmijëve? Jam drejtuar, po pa qenë ajo zoja, thotë se më tham edhe avokatin, po pa qenë zoja nuk mund ta bësh. Jo, bëhet gjykata
mundohet të gjej një adresë të zonjës, t'i dërgoj një letër, pasi nuk e gjen, ose mund t'a gjej se ju e keni adresën dhe mund t'ja jepni gjykatës dhe ata i dërgojnë me post një letër, ajo nuk paraqitet, kalon një kohë e caktuar dhe ta jep gjykata vetë divorcin pastaj dhe vendos dhe për kujdestarinë e fëmijëve. Dhe në momentin që ajo hyn në Shqipëri, pastaj ka një vendim gjykate që ajo e ka shkelur atë vendim gjykate. Prandaj është e rëndësishme që ti të bësh divorcin, ajo mos të paraqitet, mos të pranoj, le të refuzoj, gjykata ta jep divorcin. Ka një kohë të caktuar që gjykata më pas ta jep automatikisht divorcin. Bëhet edhe kujdestaria e fëmijëve. Nëna do ketë kujdestarinë e plotë, do ketë të drejtat e takimit apo detyrimin ushqimor, gjë të cilën ajo nuk e ka zbatuar. Nuk po e zbaton dhe mendoj që nuk do ta zbatoj. Dhe në momentin që ajo hyn në Shqipëri ndalohet nga policia në atë kohë sepse është një vendim gjykate. Por në momentin që ne flasim, ti nuk ke një vendim gjykate. Ti ke bërë një denoncim në polici, dashur festim që ajo është larguar me plot të drejtë, me 2 fëmijët e mitur dhe ti s'ke kontakte. Policia e merr si denoncim, por policia nuk e ka fuqinë që të lidhet me autoritetet e vendit ku jeton ish partnerja juaj në Francë dhe t'i kërkoj riadhesimin e asaj nëne me 2 fëmijët. Ajo mund të jetë në azil, në proces letrash, mund të jetë në verifikime sipër nga shteti francez. Në momentin që ajo nuk do fitoj azilin atje, padyshim që do bëhet riadhesimi, se vetë shteti francez do ta riadhesoj, sepse ajo ka vajtur me një qëllim, siç thoni ju, të ka denoncuar ty për dhunë, grua e dhunuar dhe kërkon azil, kërkon strehim në Francë. Ky është qëllimi, me sa kuptoj unë. Po fëmijët e rrëmbirur si funksionon kjo? Por ti ke të Ato janë fëmijë të rrëmbirur, ato mos kanë hedhur fëmijë një ti ke të drejtë, por ajo është paraqitur aty sipas jush një grua e dhunuar, me fëmijë të dhunuar që jetën e ka në rrezik. Dhe kjo gjë do hetohet, padyshim se ai do ta verifikojë atje para autoriteteve franceze, që është e dhunuar, që fëmijët janë të dhunuar, që jeta e saj është në rrezik, sepse nuk ka si të pajiset ajo me dokumenta. Asnjë shtet nuk të pajisë me dokumenta, nëse ti flet gënjeshtra dhe i ketë gjitha gënjeshtra. Ajo do t'i ketë me fakte konkrete të gjitha për të vërtetuar që jeta e saj është në rrezik në Shqipëri dhe do strohohet në Francë. Dhe në momentin që ajo do fitoj letrat, që do të thotë është vërtetuar gjithçka, pastaj bëhet akoma më i madh problemi për ty, për ata fëmijë. Nëse ajo nuk do t'i fitoj letrat, padyshim që shteti francez do kërkoj riadhesimin e saj. Dhe në momentin që ajo do riadhesohet, ty të duhet të drejtohesh gjykatës për divorc, për të bërë divorcin, se ke të drejtat e tua si baba për ata 2 fëmijë. Po vetë kuptoj shumë mirë. Unë kam shkuar, unë kam shkuar te drejtoria e përgjithshme e policisë Tiranë. Edhe kam folur me bashkë, kam takuar me atë Interpolit, ja kam bashkangjitur të gjitha dokumentat, ka kontaktuar me Francën. Ka kontaktuar edhe me Francën, ka shkuar edhe psikologi aty. Edhe më ka thonë ki Interpoli do të informoj. Qatë ditë, do me thonë, i kam shkruar disa herë, asnjë lloj përgjigje nuk më ka dhënë. Po që ka kontaktuar me Francën, jam i sigurt. Por gjësi autoritetet tona nuk kanë asnjë lloj fuqie për të bërë riadhesimin e rastit në fjalë që po flasim, se nuk po flasim për krime të rënda. Është tjetër gjë ajo pastaj. Edhe diçka tjetër. Unë kur kam bërë kallëzim, domethënë ka 4 vjet gati. Pse një herë unë nuk u thirra, domethënë, për rastin e fjalë sepse ato janë fëmijë të mitur, ne janë të rrëmbyer, nuk kam dhënë firmën për ato fëmijë që dalin jashtë. Festim, nuk je i pari dhe i fundit baba në Shqipëri që ka të njëjtin problem siç e keni ju. Ta them këtë me sinqeritet, kam folur me shumë njerëz të moshës tuaj që fatkeqësisht nuk kanë kontakte me fëmijët për shkak të konflikteve me ish partneren. Por, po mundohem të ta sqaroj që ta kuptosh. Në momentin që shteti jon nuk vepron në kohën e dur, që këto nëna mos t'i lejoj të dalin në mënyrë ilegale me fëmijët e mitur nga Shqipëria, është shumë vonë tani që shteti jon të ketë fuqinë për t'i rikthyer nga vendet ku ato kanë shkuar dhe kanë kërkuar strehim dhe azil. Më duket e pamundur kjo gjë. Por rruga jote më e mirë është ti drejtohesh gjykatës për të kërkuar divorcin. Në momentin që ti kërkon divorcin, gjykata vendos dhe për të drejtat e fëmijëve. Dhe me atë vendim gjykate, ti ke të drejtat e plota të shkosh edhe në Francë, në vendi ku ajo jeton dhe të drejtohesh gjykatës, që ti ke një vendim gjykate që je babaja atyre fëmijëve dhe kjo nën nuk ti lë ti takosh.
Por tani, në momentin që ne flasim, ti nuk ke një vendim gjykate, ti ende I martuar me të. Prandaj është e rëndësishme të bësh këtë hap të parin. Po, në rregull, në dakord për këtë. Po mirë, shteti tash si qenë ka shumë vonë, domethënë për t'i kthyer ose për t'i sjellë tonë. Po psila me kalu, domethënë se na për polici kanë. Po pra, po, çdo kush na për polici ka lënë. Po pra, këtë thash. Kjo është shtet mafios, prandaj po më shumë se një burr sot e arrestohen për një fjalë goje, domethënë me I thon drejtit hangërt e arresto burrin. Kurse me kalu 2 fëmijë të mytur në për bagazhe me kriminala, thonë ai personi, ai bashkëtuesi, edhe ai personi që bashkëpunon sot me ta, ai është shumë I njohur për policinë e shtetit. Është shumë I njohur. E din mirë shteti dhe policia e din shumë mirë se kush është ai person dhe sa I njohur është edhe sa herë ka rënë për burgje polici. Është shumë I njohur edhe e din shumë mirë se çfarë është ai. Si për shembull shteti le di fëmijë të mytur, edhe unë me qenë në dorë, domethënë si mundet shteti me milion, mund me një mafios di fëmijë të mytur. Nuk ka logjike kjo. Festim, prandaj të thash, fuqia e shtetit tonë është që këto nëna t'i pengoj që të dalin pa një prokur nga Shqipëria. Në momentin që ato dalin, është shumë e vështirë pastaj, sepse ato ka shkuar në atë vend ku duan të jetojnë, siç është rasti jot që gruaja juaj ka vajtur në Francë, ka kërkuar strehim, ka kërkuar azil, atje po verifikohet gjithçka dhe ajo është në proces në pritje për të përfituar azilin. Dhe në të tillë situatë nuk ka fuqi autoriteti jon I uniformave blu për të kërkuar riatvesimin asaj nëne. Për rastin konkret, e theksoj. Si mund të fitojë ato letra ose si mund të fitojë pa e pajisur me pasaportë? Unë për vetë unë kam qenë në gurbet e di shumë mirë. Festim, ajo që unë tani po më erdhi në mend është që ajo ka shkuar me një qëllim, sepse ajo është një grua e dhunuar këtu në Shqipëri. Ajo ka denuncime në polici. Ju keni bërë burg për dhunë dhe ajo ka shumë gjëra fakte që e vërteton atje që është një grua e dhunuar. Dhe kjo nuk është në favorin tënd. E kam thonë edhe në polici, edhe te ti. Unë nuk më intereson fare as kush është ajo, as se çfarë fare. Me fëmijët, problemi janë te fëmijët. Me fëmijët e mi, për shembull, çfarë problemi ka që loz si lotra. Po prandaj po të them. Më intereson pjesa asaj unë. Patjetër ti je ndarë me të fizikisht, se ligjërisht je I martuar. Prandaj po të them Festim, në momentin që ju së bashku me Rozetën, dy prindër të dy fëmijëve që nuk e gjeni gjuhën e përbashkët për prindërimin e atyre dy fëmijëve, është gjykata. Prandaj janë gjykatat, vendos gjykata. Prandaj drejtohu gjykatës për të bërë divorcin dhe vendos gjykata më pas për ata fëmijë. Dhe ti me një vendim gjykate pastaj ke të drejtën të shkosh te zyra përmbarimore, të shkosh në polici, të kërkosh të drejtën, të takosh fëmijët, atëre po ke një vendim gjykate. Prandaj po të them, bëje këtë hap se është shumë I rëndësishëm për ty. Po do e bëj unë këtë hap, po edhe kjo tjetra për shembull, edhe nëse je me një familje bashkuar e rregullt, unë di që një prind, domethënë, që gruan, që burr, ose prapë një prokurë, edhe nëse jeton me një familje e përbashkët, nëse nuk keni prokurë nga personi tjetër nga ajo. Ligjërisht ashtu është, por në praktik do të kundërta. Festim, ti ke 4 vite që je ndarë me Rozetën edhe me fëmijët, fatkeqësisht. Sa vite jetove me Rozetën? Që nga viti 2012 deri në vitin 2021. Por 9 vite I bie. Po kash. 9 vite. Keni jetuar goxha vite bashk. Kjo marrëdhënie u prish për shkak të tradhtisë apo ndoshta të xhelosisë tënde të tepruar që arriti ekstremin? Kjo nuk e di unë për çfarë prish, e di vetëm ajo. Unë kam qenë se unë ka ndru jetë një vëlla para një 4 vjeç. Edhe unë kam qenë I lidhur shumë mas vllajt edhe mu dojke me nejtë ma shumë në për spitale. Unë që atëherë, domethënë, kjo dilke natën. Unë si isha në shtëpi, dilke natën. Disa herë, mund të them mbi 20 herë që kam marrë fëmijët
në mes natës e i kanë nxjerrë nga ora 1 deri natës, shkojsha në shtëpi për toni dush edhe për shkut prapë te spitali, unë nuk e gjesha edhe derën e kiqur. Edhe u kthejsha, shkojsha prapë te spitali. Në moment që ka ndryshu komplet, domethënë ka ndryshu 1 muaj pasi ka vdek vllai. Që ka ndryshu, domethënë që s'u njifke për njëra ai rroba. E kuptoj, sepse është e rëndë, kur thuaj gruaja më dilte natën, ku shkonte? Te prindit e saj? Nuk, telefonojsha prindrit, më thoshin në ofisim nuk është punë. Me kamer, ma ktheshin kamerën gjithë ambientit, do bëj beja që nuk opton. Po desha hajde shife, i hipsha taksi, son shkojsha aty, jo. Nuk e di ku ishte. Por çfarë të thoshte ty nëna e fëmijëve kur kthehesh në shtëpi? Po si? Po ditën tjetër kur ajo vinte në shtëpi, çfarë të thoshte? Ku ishe? Se e pyesi e besoj. Po thojte kam qenë te jama, te prindrit. Unë te prindrit isha unë. Shkojsha unë aty. Edhe prindrit vetën, e jama e vetë, thojte nuk ka qenë te shtëpia ime. Fare. Se në orën 1 natës. Një orë fëmijët veshur e zhveshur, 1 natës edhe kur të kthejtet nesme na afër dritës, kur dilte drita mëngjes, unë mbi disa herë, thash mbi 20 herë nuk e kam gjetur në shtëpi. Kam shku për të po dush, për të shku te spitali, prapë nuk e kam gjetur derën e kiqur. Kam gjetur. Marrëdhënia juaj filloi të shkatërrohej. Ka qenë një rast që më ka telefonuar një komshia aty, një plakë e vjetër sot, është gjallë ajo i di rrethana shumë mirë, më ka telefonuar që më ka thonë atë të plas djali i vogël mrena. Njërin djalë të voglin e kish pa mbyll në qet, kurse të madhin e kish marrë me vete. Te plas. Kam shku aton që prish dritarët ka hi, mrena jam fut mrena kam nxjerr djalin. Kjo është e rëndë. Do? Prandaj se mu këtu vjen edhe këto arrestime që mos më intereson çfarë pashteti fare, edhe për çfarë kanë fut mrena. Mu kanë fut komplet pa drejt. Por edhe s'u e di si funksionon. Se Festim Lushi kam bëj shumë gjana, por kishte qenë puna për ta dhënuar, kisha dhënuar që 10 vjet përpara që kur filloi me mbyll derën fëmijën në shit, se me lëm pa bukë, pa zhon. Mu thjesht, unë nuk e di se tash femna sot një telefonat ta bëj, e dhënuar pa dhënuar, ajo kur njët vet, po të kishin e dhënuar, ajo kishte më të paktën një minutë mjeku ligjor. 1 minutë. Se mjeku ligjorja e faktor që është apo s'është e dhënuar. Festim, e qartë, ti po ma tregon historinë e jetës tënde, fatkeqësisht problemet nisën në familjen tuaj pas disa viteve martesë, me vdekjen e vllajt, u shkatërrua dhe familja jote. Ajo u largua, ti përfundove në burg, ti sot ke 4 vite që nuk i dëgjon zëri fëmijëve. Nëse Rozeta do ketë një kontakt me mua dhe unë do bëj të pamundrën që të arri një kontakt me Kozetën, ke një mesazh që do t'i përcjellësh nënës së 2 fëmijëve? Po, le të vazhdoj aty ku është, dhe të bëhet qatë dose, që ato 2 fëmijët e mi, hajde në Shqipëri e zgjidhëm këtë gjonë, do me thonë me shtet, me gjykat, e në të shohem. 4 vjetë nuk i kam pa fëmijët, nuk janë pa, se ato janë fëmijët e mi. As bashkëpusit, as këtë kujt që ka qenë lidhje për para, ato janë 4 fëmijët e mi. Le të vinë në Shqipëri, ta zgjidhëm me gjykat, kujt i takojnë fëmijët e rimajve. Të ka marrë malli për fëmijët? Shumë. Kam 4 vite, nuk është e lehtë një baba që 4 vite mos ta dije si janë fëmijët, a janë gjaka apo s'janë. Edhe më e keshja të kufizoje fëmijët, bëjve gjithësi në fëmijët e mi, dhe me thonë që duhen apo s'duhen me folë me babën, e vendosin vetë atë. Duhen apo s'duhen me folë me mua. 4 vite, bëjve gjithësi, dhe me thonë të mbyllë fëmijët në rrjetet sociale, të thirrë telefonat. Disa herë ka hapur shumë adresa TikToku, ka dashur me kontaktu, ja kam thyr telefonin, ja kam bllokuar adresat të gjithë. I drejtohem policisë shtetit, ato denoncime që i kam bënë, domethënë për prind, se çdo prind e di se ka gocën e vet dhe fëmijët e mi. Për ato denoncime që kam bërë për ish vjerën dhe kunatin, për kërcënime dhe me rrezik jete, marrin masa sa në shteti.
Pastaj nuk ka nan që nuk e di ku është fëmia i vet. Që ka mbyllë edhe derën prej policisë shtetit, do me thonë që kur nuk je fajtore e hap derën ti i përgjigjesh shtetit, kështu, unë nuk e di ku vëza ime, aman. Prandaj shteti marrë masa sin konatin, sin një zhvjerën për fëmijët e mi. Unë du vetëm fëmijët e mi. Nuk kam punë me ata, as nuk du letale si dose letale. Lirë për me ku dose. Letë shëtite e lirë qatë dose të pojet. Unë du vetëm ti fëmijët e mi. Me liqë, sikur më takojnë. Kush ka të ndu, do me thonë, ato e vlerësoj gjykata, ka të du, mi rëmbia, mi vra, mi prej, apo faktor tjetër kush. E qartë, e mbyllim me këtë mesazh që ti drejtori i policisë së shtetit që të marri parasysh të gjitha denoncimet që ti ke bërë edhe për ish vjerrin dhe ish vjerrën. Mirë, festim. Edhe për ish gruan që kam 4 vite, që kam bërë denoncime, festim lushit një herë, telefoni nuk i ka rënë nga prokuroria, nga policia, nga një përfaqësues të më lajmërojë se kemi Unë të uroj të takosh sa më shpejt me fëmijët, ta uroj me zemër këtë gjë. Sido që tjetë ata fëmijë kanë mall edhe për babain e tyre dhe uroj të kesh takime dhe mos ndahesh më kurrë. Mirë, do mbetemi në kontakt, kështu që të përshëndes. Rrit zoti falënderit. Mirupafshim. Gjithë mirë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live jam me ju. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.